Drejt do të flasim për një tematik në fakt që mbërthen si Bashkimi Evropian, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, si Shqipërinë që duket është në mes dhe ka zgjedhur për momentin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndjekim kronikën, nesër Rama do të jetë në Washington, është në Washington sot, por nesër do të jetë në takimin e Bordit të Paqes dhe ndërkohë kjo gjë ka lënë të pakënaqur Bashkimin Evropian, një pjesë të Bashkimit Evropian, kryesisht gjermanët, pasi edhe eurodeputeti që le themi ka shprehur një lloj pakënaqësie ka qenë gjerman sot në takimin me Ballën, po edhe me kryeministin Rama. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Kryeministri Edi Rama është nisur drejt Washingtonit me ftesë të presidentit amerikan Donald Trump, teksa pritet të marrë pjesë në themelimin zyrtar të Bordit të Paqes më 19 shkurt, pas në Tiranë la një situatë ndezur. Një delegacion i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian që ndodhet në kryeqytet për progresin e Shqipërisë drejt BE-s, ngriti kritika për pjesëmarrjen e vendit tonë në Bordin e Paqes. Qëndrimet i shfaqi së pari eurodeputeti gjerman Michel Gahler me pyetjen pse Shqipëria pranoi menjëherë, por në përgjigje kreu i grupit socialist Taulant Balla në takimet të i tha eurodeputetit pjesë e Partisë Popullore Evropiane se bën mirë të pyes Këshillin Evropian, pasi vetë si BE nuk kanë një pozicion të përbashkët për këtë. Që edhe vetë BE-ja nuk është e qartë, e shprehu edhe kreu i delegacionit David McAllister, por tha se në Shqipëri forcat politike e mbështesin Bordin e Paqes. We took note of the Albanian decision to participate in the Board of Peace. Jemi në dieni, është e vërtet, për vendimin e Shqipërisë për të marrë pjesë në Bordin e Paqes. Nuk mund të flas në emër të 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Në fakt edhe aty ka disa shtete të cilat do të marrin pjesë në Bordin e Paqes. Disa tjerë nuk e kanë ndarë akoma mendjen. Pyetëm kolegët tanë, kundërpalët tanë përse është marrë ky vendim dhe e kuptuan që në fakt është një vendim i cili mbështetet si nga shumica, ashtu edhe nga opozita. Nga ministeriali i korridorit të 8 në Tiranë, një përgjigje e dha në distancë edhe ministre jashtme Elisa Spiropali. Ne kemi shumë se që të ndajmë në këtë bord, synimi fisnikit cilit është jo të zëvendësoj organet e tjera siç janë Kombet e Bashkuara, as është një projekt alternativ për Bashkimin Evropian që mbetet synimi ynë madhor. Vullën javuri edhe debatit nëse Shqipëria ka paguar apo jo për të bërë shtet antar themelues. Në këtë fazë të angazhimit ton nuk ka detyrime financiare. Por Ministria Lavent për interpretim nëse Shqipëria do të jap kontributin e saj financiar për një tjetër fazë, atë të rindërtimit të gazës që siç vetë presidenti Donald Trump zbuloi më herët, nga vendet anëtare janë premtuar $5 miliardë. Shqipëria është e angazhuar për të përfshirë në International Stabilization Force, pra në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza dhe ne këtë angazhim e keni marrë. 27 vende deri më tani janë bërë pjesë e Bordit të Paqes. Deri më tani janë të gjitha me mandat 3 vjeçar, ashtu si edhe Shqipëria. Të njëjtën në ceremoninë zyrtare të themelimit të Bordit do të jetë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Në të do të bungojë presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pasi Brukseli ka ende pikpyetje mbi statusin e Bordit të Paqes, veçanërisht për fushveprimin qeverisjen dhe përputhshmërinë me kartën e OKB-s. Atëherë, duhet që përgjigjet jenë sa më të precize Arlin dhe duhet ta nis me ju, meqense dua një opinion, le themi, origjinal. Jeni në këtë moment që Shqipëria të jetë më afër SBA-s apo Bashkimit Evropian? Se duket që ndarja për momentin paktën në linjën e qeverisë duket që është e dukshme. E para njërë, është interes strategjik i Shqipërisë që këtë zgjedhje mos e bëj asnjëherë ose ta shty sa më larg qoftë është domosdoshme ta bëjë këtë zgjedhje për ta bërë atë. Ne nuk kemi asnjë urgjencë dhe pyetja që unë shtroj dhe ne kemi shtruar si lëvizje bashkë shumë herët, ka qenë se çfarë e ka shtyr Ramën që të jap një përgjigje të shpejtë dhe të përqafojë një bord i cili në rastin më të mirë do jetë një forum diskutimesh të drejtuar nga Donald Trumpi, e në rastin më të keq do të shkatërrojë komplet strukturën e drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare të lindura nga konferenca e San Francisco se këtej. Ende ka paqartësi, po të lexosh statutin bordit të Paqes, do e vësh re që është një organizat
anormale, në ç'kuptim. Ka një president përjetshëm që ka fuqi vetoje dhe që nuk është presidenti asnjë shteti detyrimisht, por është një individ, Donald Trump. Që këtë pikë kushdo që merret me drejtën ndërkombëtare thotë ka gjë që nuk shkon, se nuk është parë ende një organizatë e tillë ndërkombëtare, të paktën nga lidhja e kombeve këtej që të strukturohet në të tillë mënyrë. Shqipëria për mendimin tim s'ka pas asnjë nevojë që të nxitohej dhe mbi të gjitha të hyjë si pyk në një kontradikt që është në rritje midis vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, madje edhe të NATO-s, dhe administratës amerikane të drejtuar nga Donald Trumpi. Dua t'ju kujtoj, gjë që e dim të gjithë, që Shqipëria nuk është në rrugën e integrimit për t'u bërë shteti i radhës i Federatës Amerikane, por është rrugën e integrimit për t'u bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Që do thot, Arlind, se këtu është i rëndësishëm qëndrimi juaj. Pra këtu kemi në unison PS-n dhe PD-n. Ju jeni mendimit që po gabon qeveria shqiptare? Po gabon minimalisht sepse është nxituar, maksimalisht sepse po fut një kontradikt midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Unë sigurisht uroj që në të ardhmen e afërt vendet kryesore të BE-s dhe SBA-ja ta gjejnë gjuhën e përbashkët edhe të arsyeshme, mirë, nëse kjo çarje vazhdon, Shqipëria nuk mund t'i hedh hapat kaq të nxituar